Përshëndetje miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim ca nga mesazhet e orakullit. Na thonë mesazhet e orakullit për ditën e sotme. Jeni një person i denj në jetën tuaj. Ju shikoni veten tuaj në të liqen pasqyrë të këtij pylli të mrekullueshëm. Jeni pemë e jetës. Një person i ditur që ndriçoni gjithmonë nga hëna në univers. Kalorës vijnë drejt jush me këtë tuflulesh në duar për të bërë një takim. Pastroheni nga kjo ujvare argjend të gjitha energjitë negative që keni brenda vetes tuaj. Një takim special bëhet shumë shpejt në jetën tuaj. Pra ju do të keni një takim të shpejti në jetën tuaj. Këto ishin disa nga mesazhet e orakullit për ditën e sotme. Do të marrim dhe disa nga mesazhet e yjeve të diellit dhe të hënës. Dielli. Dashuria është kur dy dije ndriçojnë njëri tjetrin dhe kur qielli është me re. Dashuria jote është si dielli i brendshëm. Në çdo rrezë të diellit njeh një përqafim nga dashuria jote. Hëna. Dashuria jote është reflektimi i hënës në shpirtin tim. Hëna dhe ti jeni dy drita që ndriçoni në jetën tonë. Në çdo hënë të plotë ndjej putjen që më mungon nga shpirti jot. Dhe yjet. Dashuria jonë është si yjet, ndriçon dhe në errësirë, ti je ylli im polar, që më udhëheq në çdo natë shpirtërore. Kur shikoj yjet, shoh sytë e tu duke më buzëqeshur nga qielli. Këto ishin me mesazhet e yjeve të diellit dhe të hënës. Faleminderit shumë, miqtë mi.